Rinë mashtrimet, trendet, sfidat e gjithçka tjetër për kriptovalutat bisedoj direkt me ekspertin financiar Emanuel Bajra, që është drejt për drejt në emision. Të ngjatë jeta, zoti Bajra. Përshëndetje. Kënaqësi që flasim, është në fakt në mënyrë të vazhdueshme raportohet për Bitcoinin e të tjera kriptomonedha që rrëfehet se si janë e tek janë edhe ka interesim bukur shumë, kam përshtypjen të paktën sikurse po shohun nga qytetarët për ditur në mos edhe për të investuar. Si është sot, si e shihni, është një investim i mençur në 2025, në fund të 2025-s? Po, faleminderit për mundësinë edhe për ftesën në emision, është kënaqësi si gjithnjë. Jemi në një epokë shumë interesante të zhvillimeve të, siç e quajmë ne, DeFi ose Decentralized Finance, ose si themi çrregullimi i financës në kuptimin pozitiv të fjalës, do të thonë po krijohet një botë e re e diversifikuar, ku mundësit janë të ndryshme tashmë, për shembull nëse i krahason me 10 vitet e kaluara, në kohën kur unë isha në banking, merresha me tregtim aseteve, e kishim si themi një drejtare të limituar të aseteve të cilat na impononte bordi i bankës të tregtonim. Sot kjo është, domethënë, është thy ai mur kinez që nuk lejonte tregtarët edhe nuk lejonte kurrfarë lloj inovacionit, kreativitetit financiar, për shkak se, siç e tha edhe ti, domethënë është e rëndësishme për njerëzit, paraja është gati, si themi, funksioni shumë i rëndësishëm pas jetës, shëndetit, familjes e gjërave tjera, dhe njerëzit janë të lidhur emocionalisht me të, për ta decentralizu financën në vitet 2000-2010 ka qenë utopike, domethënë ka qenë tabu. Jemi në një fazë tjetër, pas pandemia sidomos, e ka kriju këtë hapësirën më të madhe, sepse po shohim që inflacioni po han vlerën e investimeve kudo. Në anën tjetër rrezikshmëritë më të mëdha gjeopolitike janë duke u rrit. Njerëzit po ndjehen që kanë më tepër fuqi, për shkak se teknologjia është duke na ofruar mundësi për të investuar, për të pas ekspozim të ndryshëm. Bitcoin filloi si një funksion testues para më shumë se 17 vitesh. Edhe si themi funksion testues kompjuteriko-matematikor. Nuk ishte ambicie ose aspirat të krijuesve që të krijojnë një para re, pa marrë parasysh që u shit si produkt që është para re. Kaluan këto 15-16 vite, Bitcoin në fakt ka pas disa faza të ringritjes që ka kaluar edhe dinamikat e dollarit, për shembull ka pas vlerësim më të madh se dollari, ose edhe mallra të tjera sikurse që janë metali i çmuar ari, për shembull. Edhe njerëzit kanë bërë para, njerëzit kanë investuar për shkak se e kanë pa një mundësi të investimit në një teknologji të re. Por të mos harrojmë se janë dy botna të Bitcoinit që janë duke u zhvilluar në mënyrë paralele. Është bota institucionale dhe bota konvencionale e Bitcoinit, ku për shembull banka të ndryshme, individ të superpasur kanë qasje në infrastrukturën e rregullt ku bëhet minimi i Bitcoinit në mënyrë legale, edhe bëhet plasimi i këtij produkti në tregun konvencional. Për shembull, para 2 viteve, Banka Qendrore Amerikane mori vendim që ta çliroj pak atë farë, si themi, arkitekturën regulative për Bitcoin, duke i dhënë mundësi njerëzve që të ekspozohen në Bitcoin. Por në anën tjetër kemi edhe masën tjetër, një pjesë e komunitetit gjithandaj botës super të pasur që janë jashtë sistemit, off the grid që thonë, edhe që përdorin Bitcoinin, e minojnë Bitcoinin për arsye, qëllime, objektiva kriminale, mbështetjes së terrorizmit, falsifikimit të paras etj. Pra natyrisht për ne, për konsumatorët kosovar, për shqiptarët kudo që janë, për njerëzit që flasin shqip, kuptojnë shqip, që më dëgjojnë e që më përcjellin për sa vite, unë gjithnjë ju bëj thirrje që të kenë kujdes gjithsesi. Por në anën tjetër mos hezitoni që të bëni më shumë hulumtime. Për shembull, ka një kompani në Kosovë si në formën e Binance's që tregton
edhe si themi ka rrjet të shkëmbimit të mirëfill të shëndetshëm sa kom parën, por në anën tjetër ka edhe platforma online që janë legjitime, edhe si themi një rrezikshmëri e vogël për të marrë, duhet marrë, për shkak se si që kemi kuptu këto 18 muajt e fundit, kur Bitcoin ishte pikrish ku është në çmimorën e sotme në 70.000, 80.000, u ngrit deri para 8 javë në $125,000. Pra është një njësi shumë që luhatet shumë, që më shumë është e bazuar në spekulime, në spekulim të çmimorës, por që gradualisht është duke u futur brenda arkitekturës konvencionale. Çka do thotë kjo? Bankat e mëdha, si JP Morgan, BlackRock, Blackstone, Citadel, Franklin Templeton, këto më të mëdha të botës, janë duke blerë njësin. Janë duke blerë, pa marrë parasysh që kemi pasur rënje, sidomos këto 48 orë të fundit, kemi për shembull Texasi, shteti i Texasit në SBA, ka blerë $10 bilion vlerë të njësive të Bitcoin, të kriptoaseteve. Por jo vetëm, ka shumë shtete tjera amerikane që po e shtyjnë procesin e blerjeve, pa marrë parasysh që kemi pas rënje bukur drastike, edhe shokuese ka qenë, sepse rënja për 125.000 në 80.000 ishte shumë e shpejt. Ku është fitimi i shtetit kur investon në kriptovaluta? Nuk është detyrimisht objektiv që të fitohet, pa marrë parasysh se shumica e investitorëve të mirëfillt dhe serioz nuk futen në Bitcoin për të fituar. Futen në Bitcoin për me pas, si që themi me termin skin in the game, me pas dhe më thonë një farloj hise edhe ti në të ardhmen e decentralizimit të financës. Sepse askush nuk e di se në çfarë drejtimi është të shku, por është një farloj, si themi, ekziston një farloj drite në fund të këtij tunelit të errët që po shifet prej bankave, prej qeverive qendrore, prej bankave qendrore, që si duket ka të ardhmen për shkak se fiat paraja që kemi përdorur për gati 5.000 vite si njerëzim, si civilizim, ka filluar ta humb vlerën. Shikoni për shembull dollari, kush e kishte prit që dollari do të bie në këtë vlerën që ka rast sot për shembull. Ka filluar ta humb vlerën, por në anën tjetër edhe nuk po i adreson nevojat që i ka sot shoqëria njerëzore sot, për shembull. Kemi zhvillimet në quantum computerism, për shembull. Është kompjuterat janë duke kalkulu brenda sekondave çka na kishte marrë neve 10.000 vjet kalkulime, për shembull. E krejt këto, bioteknologjia, zhvillimet robotike, zhvillimet në automatizëm, digitalizimi i platformave qeveritare të bizneseve, etj. Krejt këto janë një grumbull, është një pako e përgjithshme e zhvillimeve dhe huvit teknologjik që po bën presion në vlerën e paras, që po bën në presion po ashtu, që është shumë e rëndësishme për teleshikuesit edhe dëgjuesit tanë ta kuptojnë, po bën presion edhe në sentimentin e konsumatorit, sepse konsumatori është tu kërku diçka tjetër, po don lehtësira. Pse për shembull ti të shkosh ta zëm në Stamboll ose në Kairo apo në Washington, në Londër të vish, ti je i limituar në përdorimin e paras tënde ose paras monedhës valutës kombëtare tënde. Nëse je në Shqipëri se ke lekun, duhet ta konvertosh në dollar ose në euro ose në paran e vendit që shkon. Pse të mos ta kesh të lehtë qarkullimin, jo vetëm të lëvizjes së mallit, të ideve, shprehjes etj., por edhe lëvizjen e paras. Pra, ideja është që jo detyrimisht të krijohet një masë ku, çmimi sot është 80.000, nesër ndoshta ngritet në 90.000, pas një jave në 110.000, edhe unë e shoh këtë si mas profiti. Natyrisht që ka njerëz që janë të prirë për këtë gjë, por objektivi kryesor i sistemi i institucioneve që janë duke u përfshirë në blerje të kriptoaseteve nuk është detyrimisht përfitimi, është të kenë hise edhe të ndryshohet si themi qasja ndaj paras dhe vlerës së paras. Çfarë këshillon sot? Blerje, shitje dhe në cilat kripto? Unë faktikisht gjithnjë prina nga ideja dhe strategjia e diversifikimit. Mos shko gjithnjë krejt në Bitcoin, pa marrë parasysh se çmimorja mund të shkojë edhe më tutje nërnë vlerën që sot e kemi në 86.000, gati 87.000 për njësi. Diversifiko, por gjithsesi një blerje graduale besoj se është
është, si themi, është strategji e rrezikshmërisë e mirë, pa marrë parasysh se ndoshta mund të kemi në janar ose në dhjetor, po flitet mesi dhjetorit e fundi dhjetorit, po flitet që mund të jetë një periudhë edhe një periudhë tjetër vështirë dimrit për Bitcoin me rënje të vlerës, mbas të analizave që po i lexoj dhe njerëzit që po i shoh frekuencën e kërkesave për Bitcoin, sepse momentalisht mos harrojmë kemi kërkesë më të vogël të Bitcoin. Për këtë arsye kemi edhe rënjen e vlerës. Natyrisht se duhet të ekspozohesh, po të ekspozohesh brenda një limiti, jo të fusësh krejt parat ose krejt kapitalin që e ke në kriptoasete. Çfarë do lloj kriptoasete? E ke Bitcoinin gjithsesi, është Ethereum që ka të ardhme, Solana është duke i thy shumë beteja këto 2 ditë e fundit, për shkak se e përmenda me herët Franklin Templeton, një ndër kompanitë më të mëdha investuese të botës, është duke blerë kështu në drip, siç themi, gradualisht hap pas hapi, është duke blerë kriptoasetin. Pra, edhe brenda vetë kriptoaseteve, botës së kriptoaseteve, diversifikohu, jo përqendrim vetëm në Bitcoin, për shkak se të gjitha do ta kenë një vend diku në ekosferën e ashme të paras, të mënyrës se si po ndryshojnë politikat monetare, por po ndryshon i gjithë ekosistemi monetar i botës, atëherë koncentrohet tek asetet ose kriptoasetet që kanë ndërlidhshmëri me stablecoins për shembull. Këto janë shumë të rëndësishme, pa marrë parasysh që kanë një vlerë shumë më të vogël, por për 5 vjet, 10 vjet, 15 vjet të ashme mund të sigurojnë ty një vlerë të kursimeve, por edhe mundësi penetrimi në tregjet e ardhshme, se nuk e dim se çfarë forme do ta ketë tregu i jashtëm, por unë jam pozitiv, do të jetë formë shumë me mbipopulluar, shumë me prosperuese edhe mundësi më të mëdha përfitimi për njerëzit që duan të përfitojnë. E qartë, duhet të kesh shumë pare për të investuar në kriptovaluta sot? Tashti, për shkak se kriptoasetet në përgjithësi janë të ndara në dy, të kategorizuar në dy, ki çmimin wholesome ose çmimin tamam komplet të një kriptovalute, të një njësie që është në vlerën 87.000, e arriti tash kaloi 87.000 në këtë moment. Pra $87.000 mund ta blesh një Bitcoin, ta zë. Po. Por në anën tjetër tregu është i shpërndar në asnjë mënyrë që punon në underlying assets, që thonë, domethënë që njihet sikur komponente tjera që përbëjnë një njësi të Bitcoinit. Për shembull, ti mund të fusësh $100, €200, €300 e blen një pjesë të Bitcoinit, po jo krejt Bitcoinit. Domethënë ti blen kontributin në çmimorët e Bitcoin, po jo një Bitcoin. Kush e blen Bitcoin janë natyrisht njerëzit që kanë pasuri më të mëdha, edhe kanë jastëk më të madh financiar, sepse edhe humbja atyre është kompenzim në asete tjera ku ata janë të ekspozuar. Zakonisht për shembull, institucionet edhe familjet e pasura e blejnë Bitcoinin për 2 gjëra. E para blejnë jo për të fshehur pasuri, po për të akumuluar një pjesë të pasurisë në asete që shteti i tyre i ndalon, për shembull. Në Arabinë Saudite ti ke ndaluar, ke caktuar ose të paracaktuar sa aksione në një kompani të naftës duhesh t'i blesh, për shkak se Arabia Saudite eksporton naftë shumë dhe nuk do të krijojë treg të brendshëm të veten. Kështu që njerëzit blejnë Bitcoin për të blerë naftën, ta zëmë më lirë sepse kanë insider information edhe e shesin më shtrejt. Në anën tjetër është edhe arsyeja pse se duan lëvizshmëri me të lehtë dhe nuk duan që qeveritë, bankat qendrore të këtyre vendeve ti kontrollojnë ose ti kontrollojnë atyre pasurinë në mënyrë që ti bëjë atyre të mundun edhe evazionin fiskal për shembull. Pra, jemi në një terren ku nuk mund të askush nuk e di individualisht se çfarë apetiti ka, por gjithnjë shikoj apetitin në filozofinë e asaj që i zgjat, e tham unë prej asaj të thënies së vjetër shqipe që i zgjat jargani saj ke zgjat këmbët sa ke jarganin. Pra nuk pikërisht pra nuk është edhe nuk ja vlen rrezik, sepse është rrezik i madh nëse i investon ta zëjmë 90% të vlerës së kapitalit që ke krejt në Bitcoin.
Një 10%, një pjesë tjetër në asetet tjera, mos harrojmë i kemi ekuitetet, janë mallrat, janë forexi, janë shumë komponente tjera që përbëjnë një stock market ose përbëjnë një treg financiar. Për shkak se mos harrojmë vlera Bitcoin ka fillu tashmë këto muajt e fundit të ndërlidhet edhe me performancën e indeksit amerikan. Pra, që do thot Amerika nuk do të lejoj gjithnjë Bitcoin të jetë si temi jashtë zinxhirit të operimit normal të financës. Për këtë arsye kemi si temi rënje që i patëm këto 2 javë të fundit në tregun në indeksin amerikan, patë edhe rënjet në Bitcoin, sepse po kërkohet një farloj si temi një farloj sinkronizimi i veprimtarisë Bitcoin edhe financës konvencionale. Shohim për shembull djali i presidentit Trump, Eric Trump, dje u prononcua dhe me një video tregoi se sa para me miliarda dollar 2-3 kompani si joint ventures janë bashkuar dhe kanë ndërtu computer të minimit të bitcoinave në Amerikë duke quajtur American Bitcoin, American BTC. Edhe kjo si themi sjellë një farloj konfidence edhe në komunitetin e crypto asset blerësve. Edhe pra do të shohim veprime të tilla për shkak se siç e thash më herët, është një val, është një revolucion që po ndodh në historinë e paras që nuk ka ndodhur kurrë më herët. Nëse kemi parasysh historinë e civilizimit, 5000 vjet kemi pas rotacion të parave të ndryshme të monedhës në përgjithësi, barterin e kemi pas përpara paras, kohën sumeriane, përderisa për 5000 vjet ne nuk kemi pas ndonjë ide tjetër ose teknologji tjetër që ju ka mundësu njerëzve të kenë liri më të madhe financiare. Sot jemi duke përjetuar këtë. E përmendet që shtetet ndryshme po investojnë në kripto, po si ka punë Kosova, nuk po flas për investimet të mundshme të Kosovës nga buxheti publik, por për qasjen që ka shteti ndaj kriptos, tatimi i saj, po ndonjëherë edhe mënyra se si shihet nga qytetarët lufta ndaj kriptos, sepse ka raportime të vazhdueshme qoftë policia, dogana, ATK-ja, në lidhje me kriptot u zun pajisje për minime të tjera. Pra si po është qasjen e Kosovës, legjislaturës dhe të tjera ndaj kriptos në përgjithësi? Unë mbështes çdo lëvizje, çfarë do lloj ngjyrimi politik të qeverisë që kemi në Kosovë, mbështes luftën ndaj këtyre platformave ilegale, për shkak se ato faktikisht e rrezikojnë sigurinë kombëtare të Kosovës, por jo vetëm. Përderisa si Kosovë ku jemi, ne ndjekim një trajektore si që ndjek BE-ja, për shkak për shkak se monedha jonë natyrisht, valuta jonë kombëtare është euroja. Edhe nuk kemi shumë hapësirë manovrimi për të bërë diçka me tutje përpos se nëse i ndjekim hapat e BCE-s, Bankës Qendrore Evropiane. Unë mendoj që megjithatë kemi hapësirë për me dinamizu tregun, për shkak se kemi një masë të madhe të rinjve, të cilët janë shumë të prirë për me marrë riske, por në anën tjetër janë të mirë informuar për rrezikshmërinë edhe teknologjinë mrapa Bitcoin në blockchain, në kriptoasetet gjithandej. Pra ne duhet jo vetëm si qeveri, si bankë qendrore, si institucione gjithandej, natyrisht unë si kryesuesi i bordit Trusit nuk flas në emër të Trusit për shembull, po ka fonde pensionale jashtë Kosovës që kanë investuar në kriptoasete, për shkak se është mas komponent diversifikimi dhe nëse pranohet nga Fedi amerikan, atë gjithsesi hap rrugë gjithandej. Por edhe si institucione, edhe si entitete financiare, jo financiare, politike, duhet bëjmë më shumë në këtë drejtim për shkak se mund të krijojë një ekosistem të ri, sepse momentalisht Kosova më të vërtetë është e vogël, por është bukur një farloj superfuqie kur vjet te puna Bitcoinit. Jo vetëm superfuqi në kuptimin që si themi minohet, sepse është më vogël si masë nëse krahason me vende tjera jashtë brenda BE-s ose jashtë BE-s në Amerikën ose Kinën, por ka masë interesimi të madh, ka frekuencë të këmbimeve, ka blerje. Domethënë ekziston një komunitet i shëndoshë të rive kryesisht që duhet ushqyer, po duhet ndihmuar
që të kalojmë në ujërat e pastërt edhe në ujërat konvencional, ku kriptoja mund të trajtohet si çdo aset tjetër që trajtohet në një bursë normale. Por natyrisht për t'i përmbush ato, ne duhet t'i përmbushim edhe disa, duhet të investojmë në infrastrukturën, ta zojmë në ligjin për tregun e kapitalit, në krijimin e bursës së Kosovës. Këtë këto janë vinë bashku janë si pjesë e pakos një revolucioni në financë po ndodh. Natyrisht 9-10 muajt e fundit kemi pas më tepër politikë përditshme që na ka ardhur deri te hunda, por unë mendoj që për të shikuar përpara çfarëdo lloj qeverie që vjen në pushtet duhet me të vërtetë ta merr shumë tepër seriozisht këtë botën e DeFi, botën e kriptovalutave, sepse duhet dalim nga ajo mendësia se kriminalet merren me të, ose është një aset spekulativ, nuk ka siguri etj. Jo, duhet ta marrim, duhet mësojmë edhe për vendeve tjera, duhet mësojmë për vendeve të zhvilluara. Kemi një avantazh të madh që kemi euron. Mund ta sistematizojmë Bitcoinin ose kriptoasetet në përgjithësi brenda sistemit të euros. Ka ide, veç nevojitet natyrisht shtyrje, nevojitet energji, nevojitet dinamizëm nga institucionet në këtë drejtim. E qartë, dhe ne në fundit kemi politikanë të cilët vetë kanë investuar në kripto, kështu që paka shumë mund t'ja keni idenë se çfarë mund të bëjnë dhe po kështu e mira është se kemi profesionistë me cilët mund të konsultohen. Zoti Bajra, përpos nëse ka diçka tjetër për të thënë me rëndësi. Jo, faleminderit shumë, kjo ishte kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi për ne, faleminderit shumë.